Se derisa po flasim edhe njerëz me siguri janë kurrështar, se unë e thash edhe dhjetori është i mbushur me evente dhe festa. Çka saktësisht ofron Ina Events Group, përveç sallës që do të flasim pastaj, shërbimet që i ofron, a janë në krejt Kosovën, a e kip kufizune? Po jo, nuk e kem të kufizune, na kem pas edhe oferta me punu edhe në Shqipëri, kem punu edhe në Gjermani me dekoret të dasmave, se fatmirësisht martohen shqiptarët edhe me të hujt, edhe do me thonë na zgjedhin kena shku me punu, po tash jem fokusu në sallën e dasmave dhe nuk puna e kohës, nuk nga del rend me shku. Normal, mbrim me bo dasma edhe në Macedonia, ne ku ka shqiptar, po për momentin do me thonë tash nëntor dhe dhjetor jena të fokusu në Kosovë, se bojmë shumë, unë thash edhe ma herët, nuk ka biznes, nuk ka fest që kompania jo nuk e ka prejk absolut. To e pas parasysh prej presidencës, darkës t'jamës, bizneset shumë serioze, bizneset e mdoja, bizneset që investojnë të hujt Gjermant në Kosovë. Ka disa kompani ku na i këmbu hapjen, po tash është një lezetën tjetër e evente, për shembull se une edhe ashtu jam shumë tip emocionali, du shumë festat e fund vitit, njëjtën kohë dhe të punu e shiaj. Po tash për shembull ka dasma ma të vogla, po e mira e krejt kësaj është që nuk ka më dasma vetëm ka rigusht. Shqecik edhe ti më herët, menoj shumë që ka qenë kjo koha e gurbeqarve, që ne kanë imponu me nda vadën kur ata jënë këto, po tash mu po më pëlqen që ka dasma, do me thonë, prej janari deri në dhjetor ka, nuk rej me thonë që ka për dit, po një herë një javë, një herë 2 javë ka dasëm, pa tjetër, dhe ekipa jënë shumë të organizun, se jena të pëshushëm, nuk jena do me thonë, sikur ma herët, para 3-4 vjetë me punu, do me thonë, vetëm korek dhe mon shtator, në shtavish në event i vogël, po tash kryesisht punojna me festat e fund vitit dhe me dasmat e vogla dhe pos parasysh 50 tëftuar, 100, po do me thonë, gjithçka shkon mirë, se edhe aty në dasëm kam shumë qef me i përdor gjyrat e festave të fund vitit.